Vëllezër të respektuar, ka disa momente të rëndësishme që mëshira e Zotit Xheleshanuhu është e më afër robërve të tij. Në këta momente, kërkimfalja, pendimi, janë më të vlefshme tek Allahu Xheleshanuhu. Fjala është për natën e 15 të muajit Shaban, pra në këtë natë besimtari reflekton edhe pastron zemrën e tij. Muhamedi alayhi salam me një hadith të tij thotë: Inna Allaha yattali'u ila khalqihi leylata nisfi min ash-Shabani fayughfaru li jami'i khalqihi. Allahu Xheleshanuhu shiqon tek krijesat e tij në natën e 15 të muajit Shaban dhe i fal të gjithë njerëzit. I nderuar vëlla, në këtë hadith të pejgamberit alayhis salam ka shpresë të madhe, por edhe një paralajmërim të rrezikshëm. Falja Allahu Xheleshanuhu është tepër e madhe nga se shumicën e njerëzve do ta mbulojë falja e tij. Por di kategori të njerëzve Allahu Xheleshanuhu nuk i mbulon. Respektivisht, për ta fituar faljen e Allahu Xheleshanuhu ka dy pengesa shpirtërore. E ato pengesa nuk janë me mangësinë e ibadet, por ato pengesa janë pengesa shpirtërore, që këto pengesa nuk të lanë që të mëshirohesh nga mëshira e madhe e Zotit Xheleshanuhu. Pengesa e parë, thot pejgamberi alayhis salam, është illa mushrikun. Pra mëshira e Zotit Xheleshanuhu nuk e mbulon mushrikun, personin i cili lutën krijesa të tjera përveç Allahu Xheleshanuhu, personi i cili mendon se jashtë ingerencave të Zotit dikush tjetër mund t'i bëjë dobi, personi i cili u bën sherr të tjerëve duke shkuar në përfallëzor të ndryshëm me qëllim që t'i bëjë sherr dhe dëm tjetrit, dhe gjithashtu personi i cili e varr në qafën e tij hejmalin duke menduar se kjo hejmali do ta shëroje, do t'i bëj dobi në këtë dunja, dhe kjo hejmali do t'ja largoje të këqija që vijnë nga njerëzit. I nderuar vëlla, shirku është mëkati më i madh që nëse vdes njeriu me këtë shirk, Allahu Xheleshanuhu me një garancë të madhe në Kur'an thotë këtij njeriu t'ia falë mëkat. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Me të vërtet Allahu Xheleshanuhu nuk i fal mëkatin e shirkut. Pra, prej këtij momenti nderuar i vëlla, nëse ku e ke lidhur zemrën tënde, kë shpreson më shumë, a shpreson në Zotin Xheleshanuhu apo në krijesat e Zotit Xheleshanuhu? Dhe pengesa e dytë, që si zakonisht duke u ngursuar zemrat tona, kjo pengesë bëhet më e madhe që mëshira e Zotit dhe falja e Zotit Xheleshanuhu mos të jetë në mesin tonë. E kjo pengesë e dytë është mushahin, personi i cili ka urrejtje ndaj besimtarit, personi i cili nuk i flet, nuk i folën, nuk ja falen gabimin që e ka bërë, personi i cili në mënyrë të vazhdueshme ushqen urrejtje në zemrën e tij. Sheh momenti se kur t'i hakmerret tjetrit. Prandaj, i nderuar i vëlla, e kuptoj se fjala e dikujt tjetër është e rëndë, por mëshira e Allahu Xheleshanuhu është më e madhe, dhe ne duhet ta kërkojmë mëshirën e Zotit dhe faljen e Zotit Xheleshanuhu, duke i vënë një gur barkit tonë dhe zemrës tonë, duke thënë: O Zot, për hatër tënd t'ja fal. E larguj hakmarrjen dhe urrejtjen, nga se nuk dua kjo zemër të mbushet me hakmarrje, nga se i nderuar i vëlla, urrejtja, dëshira për t'u hakmarrur ndaj tjetrit, çfarë bëj? E arsojnë zemrën tënde,
i shkpusin lidhjet me muslimanin dhe pa mundsojnë mëshirën e Allahut xhaleshanuhu të jetë prezent në zemrat tona. Prandaj prej sot deri në këtë natë, ta shqyqim zemrën tonë, nëse e kemi lidhet me ndonjë krijesë tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu, ta largojmë këtë pengesë nga zemrat tona dhe në të njëjtën kohë, nëse dëshirojmë që na falje, na mëshirojë Zoti xhaleshanuhu në natën e 15 të këtij muaji, atëherë fali tjerët. Atëherë, nëse dëshirojmë që mëshira e Zotit xhaleshanuhu të jetë prezent në zemrat tona, atëherë pastrohet këtë zemër nga urrejtja dhe nga dëshira për të hakmarrur. Nga se në këtë moment, nëse ne pastrojmë zemrën, e pastrojmë imanin, akiden tonë nga shirku, dinja se Allahu xhaleshanuhu do të na mëshiroje dhe do të na falë na. Pra, e lutë Zotin xhaleshanuhu që netët në vazhdimin e veçanti në këtë natë na përfshije mëshira dhe falja e Zotit xhaleshanuhu. Dikush mund të pyesë se çfarë të bëjmë në atë natë. Elementi i parë dhe shumë i rëndësishëm është edhe një herë ceki të pastrojmë zemrën nga shirku dhe nga mendimet se filani dhe fisteki do të mboje dobi mua. Dhe e dita pastrohe zemrën nga urrejtja, nga se urrejtja i shkatron veprat e mira, ashtu siç shkatron zjarmi barin ta. Atë natë është e mirë që të falim, të kërkojmë falje nga Allahu xhaleshanuhu, të qëjmë salavatin pejgamberin alayhi salam dhe të ngrihemi e të bëjmë namaznate duke e vërë kokën në sejdë. Ta lutim Zotin xhaleshanuhu për plotësimin e dëshirave dhe largimin e pengesave dhe mëkateve që i kemi në jetën tonë. Lutë Zotin xhaleshanuhu që Allahu i mëdhur të na mëshiroje, Allahu i mëdhur të na falje, Allahu i mëdhur të na pastroje zemrat tona, na drejtojë në rrugën e drejtë dhe të na bëjë nga banorët e xhennetit. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.